7 marsi janë ditë që flasim për respekt, për vlerë dhe për mirënjohje. Janë ditë që na kujtojnë rëndësinë e kulturës, arsimit dhe figurës së gruas në shoqëri. Sot festojmë këto vlera, por sot kemi dhe një arsye tjetër për të thënë faleminderit. Si drejtor artistik i ansamblit Kuvendi, zoti Neshat Ndreu ka qenë dhe mbetet një shtyllë e rëndësishme e kulturës sonë. Ai nuk drejton vetëm një ansambël, ai mban gjallë traditën, ai mban gjallë identitetin. Përmes punës së tij, shumë artistë kanë pasur mundësi të shprehin talentin, të dalin në skenë dhe të përfaqësojnë me dinjitet vendin tonë. Angazhimi i tij nuk ndalet këtu. Ai ka lobuar dhe ka mbështetur vazhdimisht artistët e Zalldardës, veçanërisht për festën O mirë se na erdhe, një aktivitet që ruan dhe promovon vlerat tona më të bukura. Në një kohë kur tradita shpesh rrezikon të harrohet, ai ka zgjedhur ta mbrojë dhe ta forcojë. Ka punuar me pasion, me durim, me vizion. Artistët që kanë punuar pranë tij e din se sa shumë kujdes tregon për detajin, për cilësinë dhe për seriozitetin në skenë. Por mbi të gjitha, ai respekton artistin dhe kur respekton artistin, forcon kulturën. Në një aktivitet që nderon figurën e gruas dhe të mësuesit, është e drejtë të nderojmë dhe ata që japin zë dhe skenë kulturës sonë, sepse arti është pjesë e edukimit, është pjesë e formimit, është pjesë e identitetit tonë. Zoti Neshat Ndreu, në emër të gjithë organizatorëve dhe pjesëmarrësve, ju falenderojmë për kontributin tuaj të palodhur. Faleminderit që na u gjente pranë me kontributin tënd të vyer në realizimin e dokumentarit ton për Zalldardën. Faleminderit për përkushtimin ndaj ansamblit Kuvendi. Faleminderit për mbështetjen ndaj artistëve të Zalldardës. Faleminderit që e mbani gjallë kulturën dibrane. Kontributi juaj nuk është thjesht profesional, është kulturor, është kombëtar dhe është jashtëzakonisht i çmuar.